Kurani shumë i kushton vëmendje dallimit. Njerëzit domosdo dallojnë mes vete. Domosdo. Ka dallim i natyrshëm, pastaj edhe ka dallim që vetë njerëzit e nxisin ato. Njerëzit dallojnë mes vete. Po, ky është më i butë, ky është më i ngutshëm, ky është më i dobët, ky është më i fortë, ky është dikush i bardhë, dikush dallojnë ato. Dallojnë mes njerëzve. Shpeshherë shumë dallime që kur far roli nuk kanë në përcaktimin e më të mirit, njerëzit i trajtojnë si dallime me rëndësi. Islami këtë i ka refuzuar. Po Islami kur i refuzon dallimet e caktuara, nuk e rënon parimin e dallimit, por e ndërton në baza të duhura. Apo kuptoni? Domthon, dikush thot Islami ka ardhur, domthon, mos e bë dallime. Jo, kush të ka thonë? Që dallim me pas, ku s'ka dallim, ka padrejti. Që para me thonë me një shkollë, prindve, regjistrit fëmijë të këtu s'ka dallim. Don sikur të merr njerëz si 2 si 5, këtë në fund japin ka një certifikat. Ja, çfarë shkolle kjo? Do të më pas dallim që inkurajon dallimit, pastaj e bën shpërblimin, bas dallimit. Gjeneti sa drejje. Për çfarë arsye? Për shkak se ka dallim. Mes pejgamberëve dallojnë. Jo këtë pejgamber të njëjtë, ka Lazëm, ka pejgamber tjerë, ka 2 që janë Khalilur Rahman, të Allah që ka një që është më i miri krejtve, Muhammedi sa dallon. A dallon Muhammedi sa për Jahja sa më dallon? Po dallon në asnjë. E kanë të përbashkët pejgamberllokun, po besojmë sin këto pejgamber sa të pejgamber, pastaj në vlera, në ngritje, në pozitë, dallojnë shumë, apo andaj parimi i dallimit ekziston. Veç nuk duhet me ndërtu mbi baza që nuk qëndron. Më u dallu për shkak për shkak të njerëzit, më u dallu në respekt, më u dallu për shkak pse ka para shumë. Para nuk e imponon dallimin, sadaka imponon. Po, nëse ka jap shumë, respektojmë, dallon. Për shkak të dhënjes, jo për shkak të marrjes. Për shkak të kësaj, për shkak të kontributit. Na këtë sahabët i dojmë, ama dallon Abu Bekri. Dallon. Për shkak të Abu Bekri. Pse ka pas pejgamberi çikën e tij gru, a për shkak? Jo, mos ka lidhje me këtë punë. Sa për shkak se ka pas miqësi me pejgamberin atë. Jo për atë punë. Sa për miqësi ka pas me Abu Lehebin atë. Po si ka qenë puna ti kur me Abu Lehebin ka punë? Për kohë u mallkua atë. Mirë, po pejgamberi son e ka mbivlerësu Abu Bekrin mbi këtë sahabët me çfarë baze? Po kontribut. Ka thonë krejt jo kemi kthy çka na kanë bërë atë. Abu Bekrit ja kthen Zoti, s'ka kush e pagun këtë njeri burr. Çka ka bëu ky njeri? Dallon Allahu. Andaj dallimi duhet me kon prezant, por i orientuar mbi baza të vlerave të caktuara që stimulon garimin, që stimulon produktivitetin, që stimulon vlerat, jo që stimulon padrejtinë. Në dallu njerëz bos racës, bos gjuhës, të bardhët në saft parë, ose të zit në saft parë, të bardhët në saft dytë, varet tash çfarë vani rëndojnë ato. Ja Allah. Ma kështu. Zulloma kjo, padrejti është kjo. Safi i parë takon çati që vjen i parë. Por çfarë gjuhë flet ajo? Por çfarë gjuhë flet? Ai dallimet e tilla racore, etnike, të ngjyrave, në islamin të pa përfillura, absolutisht. A dallimi në bazë të përgjithësinë e Allahut, dallimi në bazë të shfrytëzimit të mundësive, a dallim që respektohet Islami. Kurdo që i shfrytëzon mundësitë më tepër, dallohet prej tjerëve. Dhe ky dallim mbi bazën e shfrytëzimit mundësive është ai që duhet na respektu. E parimi i dallimit bën që me i shfrytëzim mundësitë nga se ti e thellon dallimin gjithmonë mes teje dhe tjerëve në aspektin e shfrytëzimit të mundësive.